Ajo ishte shënjestër e komenteve kur bota rrjeteve sociale nuk kishte as për së afërmi dimensionin që ka tani. E sot, Sasa Hodën, banorën e Big Brother VIP Kosova 4, do e vëm përballë opinioneve të ndjekësve, që do e lëvizim pak nga rehatia e banesës së saj, dyert e të cilës na japi sonte për ne, duke bërë pjesë e rubrikës koment për koment. Loja Bigut, kushtrimi, politika e planet, shumë çka në vazhdim. Përderisa ka menu më futën këtë rrugë, absolut nuk më pengon, se cili ka mendimin e vetë dhe e di që s'muj mi u pëlqy krejtve, është shumë normale. Ama edhe kur kom dalë prej shtëpisë nuk është që kom menu për komente qysh janë, qysh po shkojnë, apo folin keq, edhe pse më i më thonë që 90% janë konë mirë, ashtë tani 10% ka qenë që nuk jo kam pëlqy, është shumë normale, ama s'është që më kam pengu me vazhdu. Marrë me nëjë koment ndër vite që në rrjetet sociale me të vërtet ka lëndu mujna me thonë me një farë forme. Jo, nuk më ka lëndu, është që tashti komenti i fundit mrapa Bigut, kur dhe më tonë që i publikova fotot e trupit, dhe kumpani koment që ka thonë e ka bo me Photoshop. Dhe më thonë që kjo ka qenë komenti që më kam vetë në kryet dhe më thonë wow, dhe më thonë ka dhe kësi komente që njerës menojnë që e kom bo me Photoshop veç për show. Edhe që është i vetë një koment që më kam jetë në kryt, tjera t'jo. Masi dolje prej shtëpisa, me të shëtu këshyrë scroll situatat caktume, pjesë caktume të prajmi që kanë thonë njerës, ta së është që... Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Qa po menën që kena zgjës, ta ma shumë jënë komente negativa, pozitive? Po se di, cilat do të qoftë, më pëlqen mi pa, dhe komentet negative, pse jo? Komenti parë është s'mundesh me kanë edhe me Elionën edhe me Londrimin. Në fakt, më ka ardhë shumë kom kësi mesazha. Nëse e qes Londrimin, më vinë ati s'koke me Elionën, nëse e qes Elionën, më thojnë ati s'koke me Londrimin. Nisa njerës nuk e kuptojnë që në finale janë njerës që unë i du. Janë njerës që unë kum nejt me ta. Me Elionën i kam pas super raporte, plus e Gjakovës, plus ka qenë Mare janë shpe. Londrimi si Londrimi me atë pjesën e Tifani, kështë që cili do, unë i du, do me thonë edhe nëse i postoj krejt qëta që në finale, mu më bo qefi për ta edhe nuk kopse mi omet hatri fansave të aty nëse unë kum najt me gjithë se cilin. Tash, që po ta letoj pakun? Okej. 5 vetë, ke pas raporte shumë të mira edhe me Klodin, ke pas raporte shumë të mira edhe me Hygertën, edhe me Ludën dhe i tykon. Po që pezom, unë shel televotimi edhe u jekën 3. Pezom, nuk kam asni gjë për pos hamendësimit, po me në fund Londrim Eliona, dyshja, për kanë e qënë Sasa një mesazh. A më vesh një, më stu i qoj dyk për se cilin. Se di, e kisha ashu një për Elionën, një për Londrimin. Nuk e di, i du, sinqerisht i du shumë të dytë. Edhe cili do për këtë një dhe fiton, më bëhet qefi, po nëse fiton edhe një femën si vjetë, unë e kumë thonë, edhe me në mbik, që nëse është një femën që ka me fitu si vjetë, çmimin është Eliona, kumë thonë shumë fillimet e parat mija. Në shtëpitë Kosovës je konë shumë e fort, në Big Brother je konë dështim, pse? Mas pari a pajtosh me konstatimin? Po, kjo nuk është i vetmi koment që më ka ardhë pasi më dalë prej Big Brother. Arsyeja është që unë nuk kam zgjedhë me lujtë. Nuk kam zgjedhë me lujtë në Big Brother. Pse, Sasa? Jo kanë disa arsyet mia personale që nuk kam zgjedhë me lujtë, edhe fakti që kam kërku me dalë prej shtëpisë. Shtëpia e Kosovës ka qenë një tjetër format, unë kam qenë 18 vjeçare, këtu nuk e kam pasur arsyeshme me lujtë fort, edhe më tepër është që veç jam shku me shiju, mesazhin tim e kam përcjell atë që kam dashur me përcjell, edhe nuk e di pse, do me thonë, nuk mu ka jap, nuk jam tip që i bëj senet me pa e ndje. A u lidh me situatat aty mrena, a u lidh me naj paknatësi, nuk pëlqej kjo që shkoj ke loja? Po në disa situata po, për shembull, ka pas raste kur kom pa që diku ju ka prioritet ma shumë në prime, ose kur diçka jotja nuk është transmetu, po foli për fillim. Atë gjatë kohës tjetër jam konkret pasiv. Kjo ka qenë arsyeja. është e pamundshme pa e pas një koment edhe për kushtrimin, edhe u çudita që s'ke pyetja parë për kushtrimin,
Çka u bë me kushtrimin jashtë, hiç s'na tregut. Jemi taku me kushtrimin. Do më thonë jeni taku, se Po. do fjallë kënë që s'jeni taku dhe s'ju pa njerëz në rrjetet sociale bashkë. Jemi taku, tash kushtrimit që foton që kena bo bashkë posto ti se unë s'po du me postuin, në një foto unë në labinoti edhe kushtrimi, të nesëmen kur ka dojnë kushtrimi prej Bigut, edhe pse e me një intervjist ka thonë që s'jom pa me sasen, kështu që jemi pa, edhe raportet tona janë tepër të mira, kështu që vazhdojnë me qenë të mira. Për momentin nuk kemi aq shumë kohë për me u pa edhe me najt aq shumë që kemi najt në shtëpi bashk, edhe pse njerëz po na shohin si çift, kanë pas çift, na pas si çift, po ju them që jo, nuk jemi çift as unë as kushtimi. Tjetër është vajza më e mira në Big Kosova pa diskutim, njëri tepër pozitiv, që pas ka dhe komente të mira, edhe njerëz që kanë vlerësuar këtë pjesën teme të pozitivitetit. Faleminderit shumë. Jo mundu me qenë real, jo mundu me qenë edhe kjo që jam jashtë, nuk e di sa u përcjell, familjarët më ka thënë që je kon totalisht që ajo që je kon edhe je edhe jashtë edhe në Big Brother. Po, edhe ata më kanë kritiku pjesën që s'kum komentu ma shumë si kum japë në nimet ma tepër. Do të në Big Brother me kon njeri pozitiv? A ec në lojë me kon pozitiv? Nuk ec, jo, nuk ec. Edhe gjithmonë penalizohesh kur je pozitiv edhe kur drimen tjerë edhe unë e kom që të keqe që kam karakter. Po, kam ndjej keqardhje për tjerët ose me i ra ose me i sulmu pa ndonjë arsye të fortë. Për shkak të nuk është që kam pas shumë konflikte mrena ose diçka në bif me dikon përveç 2 personave, 3, kaq. O, si e ti bre për politik, kush u kon ai që t'ka thonë. Okej, unë politikën e kam bërë 8 vjetë, jam konë asambleiste në Gjakov, 2 mandate, kështu që faleminderit shumë, e vlerësoj edhe këtë koment. Tashme nuk jam pjesë e politikës mo, nëse s'kom pëlqyjnë politikë, muna me të pëlqy diku tjetër që prapë kryem pa në televizion. Okej. Për sa i përket politikës, a është një kapitull që e ke mbyll në aspektin kështu definitiv? Nuk shesh shumë shpresë që mundesh mu rikthy apo? Jo, nuk shesh shpresë që do të kthehem në politikë. Mo i kam pas gënjimet që funksionon me qenë në politikë dhe jam të heq komplet për asaj. Qëllimi im ka qenë me ju ndihmu tjerëve edhe me përdor autoritetin tam gjatë kohës që jam në funksion, e kom përdor, kom shfrytzu, kom ndihmu tjerë me ato mundësit që kemi pas, edhe kom arrit misionin me sukses. Kështu që nuk jam unë për politikë, mire kin koment. Edhe pse politika të intereson, se pyetja e parë që e bënë në studio në Prime, e pyete dinin kush i ka fituar zgjedhjet. Po tash më ka met si shprehi, normal që po, jam kom pjesë e saj 8 vjetë dhe normal që komenti tjetër atë vazhdojmë. Po, vazhdojmë. Shumë na kish gënjy me fjalë për Elionën mas Bigut. Edhe kjo ka qenë një temë që u stër fol, u stër komentu, bile më kam vërshu shumë me komente negative në Instagram, që unë e kom komentu lojën e Elionës, që është në lojë ka qenë dhe elpëndinake, edhe nuk është konë për diçka të keqe. Sa ajo ka arrit në finale edhe dhe i këtu ku është me dasht publiku, me qitë lojë të saj, edhe është mendimi i gjithë secilit, përderisa jemi pjesë e Big Brotherit edhe kemi të drejtë, edhe duhet me kuptu që ne nuk e komentojmë banorin si banor, po si lojtar. Kështu që nuk ka qenë asgjë personal ndaj asaj. Qëtë komente ku marrë shumë, do me thonë edhe jashtë, kur kom dalë më kanë shkru shumë, shëqyr që e dalë me vakë se veç ki nej të pi bira. Do me thonë, unë, kushtrimi edhe labinota gjiu, menoj që jemi kona ata që i kemi bo një super reklam birës pejes, që kemi nej të pi bira, por nuk është që kemi nej qatë shumë të pi bira në mramje. Ajo konë diçka që nga ka ardhë në atë shumë edhe kuj kom pa djenë se njetë reale nuk është që pi asë shumë bile në shpim kanë thonë që Qka gjetë që pive ka shumë bira na ki befasu edhe na ki shku njeva që kretë kohën ke najtë veç me bira ndorë edhe kum pa që jashtë u marë shumë ndryshe, kështu që është pjesë të eksperiencës edhe kjo pse jo. Kur kom fillimi i presionit Albës, që unë Albën e kum pas ankth në shpi edhe do me thonë se nuk pushojke, keni pa edhe vetë që shukun Alba jashtë mrena,
thesha ma mirë dalim jashtë, miremi na shumë shpesh kemi harru që jemi në lojtë, qa që kemi pas shoqëni të mirë, edhe kemi harru edhe me lujt. Menojshim që jemi ardhë për shef, po pina, po folim, po bojmë muhabet, edhe që kjo ka ndiku, po mirë që kom dalë. Simpatike veç partia e keqe, as mujtë e me hinë vetë vendosje. Këtë luftë kom pas edhe me vllahun këtë kohën, se do me thonë të dy kemi bindje të ndryshme politike. Okej. Edhe unë jam, do me thonë edhe pse nuk jam pjesë e politikës, LDK do t'jem gjithmonë, nuk se di, nuk më shkon dora me votu dikon tjetër, keq apo mirë, të mirë të keqe jam me LDK-n, po në VV nuk më me qenë asnjëherë, as nuk e shoh veten në vetë vendosje, kështu që po më vjen keq. Ashtu kështu me politike ke mbyll, me gjatë veç si votuse LDK-s tash. Po. Qysh më qika e re si me konë gjenerate 60 plus që dhejmë vdekje me LDK-n. Po se di, nina rahat me LDK-n. Super. Kjo ka rëndësi bindja është personale. Shumë falës po dokesh ta ka rrit menën fama. Unë nuk e kuptoj çfarë fame njëherë, se na nuk jemi naj ylli Hollywoodit këtu. Jemi banor thjesht, që jemi bo fytyra publike, për një reality showit apo diçka tjetër, nuk njerëz që më njohin prej afër e dinë që jam kjo që jam, edhe si para famës, si mas famës kanë qenë njëjta, por nuk e di prej kur më njëtis, unë prej 18 vjet jam me famë. Tash, pjesa e Big Brother edhe famës, disa personazheve që nuk e njoft më herët, përfshirë ata që janë shpe, ju sjell shumë avantazhe në raste të caktuara, po din me qenë edhe zhgënjim pjesa e asaj që sjell Big Brother. Çka i sjelli sasës edhe a ke në pritshmëritë e tua apo nën pritshmëritë e tua në aspektin e suksesit, famës, pareve? Që me thënë të drejtën, unë nuk është që kom prit diçka wow për këtij reality show, sepse edhe e di qëllimin pse jam fut. Nështë ta kisha ditë t'isha hi prej fillimit që du me luftu fort edhe me fitu edhe masej me dalë edhe me isha zhgënjy prej kësaj. Por me ato që unë e kom kalu edhe gjithë eksperiencën time të Big Brother, të vlerësoj shumë edhe kom konë edhe një tjetër kujtim i bukur i jetës teme. Të kom menu ma serioze, më ke zhgënjy me të pa njoft sa kisha jep voten. Okej, po më vjen keq që më ke votu, po se diku më ka votu në politika, më ka votu në Big Brother. S'po di, për shkrumës më kujtok banori Gjakovës. Jo. Nuk e di, është mendimi jëtë, e vlerësoj, faleminderit, kështu që njerëz po harrojnë që ato është edhe reality. Edhe paka shumë të nuk mundesh më konë edhe që shenë jetë reale 100%. Jo në do momente që ti duhesh me bo një farë loje ose një farë, me anëzirë një farë të mete dikuj tjetër, që unë se ku më bo shumë fort. Po, nuk e di, nuk është që edhe të ke fundit Big Brother nuk është një emision që edukon t'jep mësim, është reality show, vetë fjalla apo të regon kështu që po më vjen keq. Që është gënjy besoj që ta ndroj menin. Gjëra që ndodhin. Këtë koment e marrë ekstrem shumë. Këtë si Dragana je. Unë nuk e di njerëz të a e kanë idenë mas pari kush është Dragana, ose pse, do më thonë, për një konflikti që kina pas një debatit unë edhe Labinot Regja, ku më ka thonë Dragana, a e ka pas nuk e di pse e ka pas ato, po unë nuk jam një ofendu në as pak. Po që më ka nxjerr për kontrolës më ka nxjerr. Qëllimit ja ka arrit. Qëllimit ja ka arrit. Ama është kjo koment që mu nuk më bën përshtypje me të vërtet se mas bigut më kanë shkru plot. Dragana, këti Dragana, edhe nuk e di. A ke folë me Labinot Regjën se koqa kjo shkru banorë me sa kuptum? Me Labinot Regjën po, kam folë, por pres prej ti që më detyrohet një falje. Më detyrohet një falje edhe pastaj besoj që raporti jonë nuk do t'jetë mas mirë t'i mbot, po s'paku një komunikim normal mund t'a kemi me zveti. Të reja ka e si... shumë për rezaton diçka, të reja ka e si e t'u na tregu.
A për merë këtë koment mas bigut ajo? Jo, është komenti I parë që mora që po rrezatoj, se këtë më kanë thonë shumë e shnoshje do këm big. Kështu që tash po nina mirë që po rrezatoj. Nuk pajtona me ata që kanë thonë. Të reja nuk ka kur gjonë, është ta që unë po nina mirë që jam single edhe nështë ta për që ata po rrezatoj. Që kjo është arsyeja. Kur në të ke pjesa single Sasa, sa ku u bo që është Sasa single? 2 vjetë. Gati 2 vjetë, po. Edhe? Apo e një nevojën e dikojt në kratonin? Po këqyre, nuk është që unë krejt foli me dikon, kemi komunikime kështutne, por kur vjen puna për me zgjedh si partner tjetës, atëherë menoj që ish lidhja jeme më ka bu me reflektu edhe me mendën kokë që duhet duna me pas shumë kujdes për dikon që e zgjedhi më konë në pjesën tjetër teme tjetës me mu. Më matë, ko gja mirë. Kështu që nuk e di, po nina mirë që shtutne, ma lirshëm. Konstant po të shkruan dikush po të thirrmë, s'po dikush është, mos është najkush I bigut, mos është najkush trema najkush. Jo, po gabova unë që nuk e nala telefonin, kështu që nuk është, kushtimi nuk e di kush është. Kushtimi s'o ka për tjerë, s'po na intereson. Qysh u bone shoqe me bien bre, a shumë pe gjen veten të ajo. Atëherë, njerëz më kanë paragjykuar edhe për këtë pjesë. Në fakt, unë me bien fillimet e mia të para në shpinë, nuk kemi pas raportet shumë të mira, bile edhe e kom nominu. E di që nominimi jam I parë u konë Bia dhe Klodi. Por me kohë, të najt me bien, ne jemi, e di që jemi si popull që paragjykojmë shumë, por unë kam vendosur mos me pa bien për ato që ka bën në jetën e saj, se është jeta e saj dhe zgjedhja e vetja. Unë e kom pa që Bia është një qikë inteligjente, besnike në shoqni shumë, edhe më ka pëlqyer mënyra qysh ajo menon, edhe jam përshtat me najt me të, edhe kur më konë mrena në big I kom premtu që ditën që del për bigut, ti nuk je me konë vetëm këto, po je mirësardhë në tonë në shtëpi, edhe e kom majt premtimin. Shumë shpesh pjeshojnë bashkë edhe në shtëpi, më duket e keni nisi varë bashkëtesi ju dyat, a? Po, kur është Bia në Kosovë, pa tjetër që është e mirësardhë në tonë edhe është të onë, edhe nuk e di, unë kam shumë respekt për Bien edhe e du shumë, pavarësisht që njerëz mujnë me gjyku, ama them që pa nejt me dikon, pa e dit edhe pa kuptu s'munesh veç për ekranit me vlerësu si një njeri. Sakt. Komenti I fundit, mos gaboj, lidhet prap me Bien. Okej, shoqja jote Bia u bo shoqe me ato që të teke Dragana a ki pa. E kam fjallën për Labina Tregjen, që unë jam tip që edhe njetë reale, se përbuna tash ma serioze pa. Jo, ama seriozisht, jam tip që edhe njetën reale nuk ndikon, nuk kam qef me ndiku në shoqni nëse një shoqe jemja ose unë nuk e qej mirë me dikën tjetër, do mesdëshmërisht edhe ajo mos më konë mirë me atë person. Aty mi konë në loj, ka qenë loj, Big Brother I ka mbaru, se cili ka dëshirat e veta, për shembull edhe unë është qëri me Edin, ose me foli edhe me Edin, edhe me Tonin që Bia nuk I ka raportet e mira, apo nuk do me thonë që është diçka jo normale. Nëse unë si kun pas raportet e mira me Labinotin, Bia nuk ka pse mes mi pas, ja ka pas mirë me ato, edhe se cili rrin me ato që I përshtatet I konvenon, edhe është zgjidhja e saj. Atëherë jam është me vendos a du unë me najt, ose s'du. E qartë. Sa nuk knaqja me ty në këtë dimenzion pak ma ndryshe, se e di që ke pas intervista ko gja shumë edhe do më thonë ke konsumu këtë pjesën e bigut, ke shumë knaqësi bashk me ndo këtë format, këtë rubrik tonën të re, është me e reja në fakt, që 6 muaj e bojmë, edhe deshta me ditë për fund çka prej Sasës, se kemi pas që rikëthym për dishmërin tonë, Sasa Nails, që këthym punë, po diçka për mene ekranin, ka I ki dëshirat, synimet, ambicjet, që ka presin për Sasës në vazhdim. Shumë për njerëzve nuk e kam prit që unë kthejna me punu pra, po ato e kam, do me thonë është dashnija me ma e madhe, me punu në salon, me punu me klientet edhe për ati salonit edhe klienteve të mrekullueshme që I kam, jam këtu ku jam, kështu që ato nuk e ndali asnjëherë, do t'jem gjithmonë në Sasa Nails, kurse puna sekondare do t'jetë
Shpresoj që në ekran së shpejti, se është një ëndër e emja prej e vogël. Mirë shumë. Profesioni, karriera, dëshira tua, unë uroj që kemi realizu krejt. Unë prita mos më thunaj darsëm, po me gjas dasëm s'pas ka largim. Ti i parë e merr vesh kur të ka darse, se ti e din që gjithmonë sekretet i ndajnë me ty, edhe po nuk guxon mi publiku. Ka njerë tutna dhe me tregu diçka, se mundesh me publiku me njerë. Zene që ma miru s'm ka Po, jo, edhe nëse në të ardhmen njëm me dikën, nuk jam tip që kam qef me po darsën. Kështu që po më vjen keq, darsmen nuk mundesh me pas njerë. Shnash, qa me bo, na intervizë në shta tjetër prapë. Faleminderit, nësi shumë e madhe, Sasa. Faleminderit, të kënaqa shumë.